لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله المغفور والقدر والتبريدين دين الأطوال والقوم لأفضل البكيمة الله الموضوع شكر لمحمد عليه الصلاة والسلام يقوم بالشكر ذا تجلى شديد دروغا من جرى دين القدس المختار بس قدمت الله الموضوع بزراعة Përmëj hoqën e ndëruar, po gjëmenjë përket mikritje, përket respekt, përket derë, së bashku me juve, që sot në këtë gjami, që në banë një jamë të madhë, në një borit madhë, po vekët e Allah të alamu, e në sot gjëndja që nga mashkar në dënja në pozimet e këtyre borëve edhe të bashku me të në gjenet. Të ndëruar, si ku që hoqë për lejbëj, tema që përlasë për kësot është një teme cila gjithmonë është aktuale. Si do të ndryshoj situata që do tema që përlasë për të gjithë është aktuale. Për këtë arsye për këtë temë ka punë shumë pejgamberi alayhis salam. Pastaj dietarët këtë temë e kanë klasifikuar gjithmonë në të gjitha koleksionet e haditheve që kanë folur për transmetimet dhe asaj që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Dhe gjithmonë dietarët kanë folur për këto temë të rëndësishme. Këtë temë ka degëzimet e saj, ka udhëzimet e saj, ka shumë që atuat për të. Unë kam përzisë për të flas nga një aspekt i caktuar, është një selektim i temës për shkak se tema është shumë e gjerë dhe shumë e degëzuar. Kur flasim për trazirat e ndërlozëm, ne flasim për gjendje jo të zakonshme. Një gjendje që është shkaktuar si pasojë e rrethonave të caktuara dhe kanë prodhuar disa probleme dhe kriza në shoqëri. Njerëzit kur dëgjojnë fjalën trazira, mund të kuptojnë se bëhet fjalë për trazira politike, për trazira që kanë karakter ekonomik e kështu me radhë. Këto nuk janë qëllimi i jonë që do të flasim për to. Diçka për tekstohet dhe gjitha këto pastaj hinë këtë që do të përmendim. Fjala fitnë në Kur'an është përmendur shpesh herë dhe ka më shtej përse 10 kuptime. Disa dietarë kanë edhe ndoshta përmis të 15 kuptime. Vasin nga konteksti i ajeteve që ka ardhur kjo fjalë në Kur'an. Po edhe në uzimin e pejgamberit alayhis salam. Pastaj në kuptim të rrezikimit ka nivele. Ka fitnë që rrezikon besimtarët në nivel më të ulët, ka fitnë që rrezikon nivel më të lartë, ka fitnë që rrezikon komplet besimin e këtij vëllai. Të gjitha këto i kanë ato shpjegimet, i kanë udhëzimet e vetë, i kanë argumentet e vetë. Në aspekte përgjithshëm të ndodhur, këto fitnë këto trazira kur ndodhet, zakonisht prodhojnë dy efekte kryesore, që këtu pasaj kam bërë dietarët që me nda këtë problem në dy nivele apo dy lloje kryesore të fitnë. Çdo çrregullim që vije si pasojë e ignorancës, që vije si pasojë e faktorëve të ndryshëm, prodhon efektin e dyshimeve, dilemave dhe gjithashtu prodhon efektin e joshjes së pasimit të epshit. Prandaj, sa të njerëzit përhapen dilema që rrezikojnë besimin, dyshime që njerëzit i bëjnë të rezervuar në raport me adhurimin e Allahut te barekutaala, kjo gjendje quhet në sfidë shkallë fitnë. Trazira do të thotë njerëzit janë sprovu, njerëzit janë para një sprove të rrezikshme, nga se ka dilema. Sot ka dilema në besim. Mund t'i ketë dilema dhe një besimtare, jo në aspektin e dyshimit për fetë, por të paqartësisë të mrekullimit. Nga njëra të i kalon me ignorim, nga njëra me heshtje, po ato shkojnë duke bërë më të zhurshme. Edhe duhet me i drejtu dhe duhet më marrë me to. Veçanisht tek Tirana e tek fëmia jon, këto dilema janë shumë të tekstuar.
dilema që prodhohen dalin nga lidhje sociale, nga personalitet të ndryshme që realisht gëzojnë djekës shumë pasurës të mlaj, numër të madhe pasurësve, dhe janë prezent gati në dorën e çdo kujt bileve. Në telefonin tonë, në pajisjet tonë janë prezent. Dhe ata në vazhdim të prodhojnë dilema. Dilema ka dhe një vëlla musliman, dilema të tjetër një motër muslimane. Dhe dini tonë, sa ka dilema të besimit lidhe me caktimin e Allahut, lidhe me cilësitë e Allahut, lidhe me urtësinë e Allahut, pastaj që nëse të lidhe me vetë pozitë e femrës në Islam, edhe drejtët e femrës në Islam, dhe feminizmi, për hapët edhe mesin e karierën motrë muslimane fatkeqësisht si pasu e ndikimin nga këtë lidhë dhe nga këtë dyshime. E këtu e në që të fjetë, të rëzikët. Nga njerët dhe dëruar, këtu të rëzika shpërndahen për hapën, duku për hapë, dhe ma një nënësit e mëdha të provokimit e epshit. Jo dilemës, për epshit. Dhe ma bëhet klima e përgjithshme ku jetën e besimtar, klin që e ushqen epshin, e provokon epshin, në shumë aspekte. Për shembull, sot mundësia që të shosh shtëpi luksoze, të shosh makina luksoze, shumë normal sot të kaluara. Të kaluara e ka pa ndoshta nëse ka ardhur pështit tonë, nëse s'ka ardhur s'ka pa kur. Ta që me shtëpinë e këngëtarit, politikanit, fillon dhe tje, sa është të gjërë, sa është të madhe, shtekshënërë, dhe të provokon epshin, normal që ta kesh një zjaj. Pasaj janë shkot që stolive, zbukurimeve të shumë të atëdëshme, qoftë aspektit të trupit të gjinisë të kondrë, apo qoftë pasurive të saktura që më ratë, gjitha këtu kanë në gjatë epshin e njëtë. Kërdaj është në përhapë, parnopsia, lakmia, azilia, e shumë shqipë të tjera. Andaj në përhapën të të razira, realisht efekti ty është në këtë kontekst i shfaqër, në kontekst në rritës e dilemave dhe në kontekst në rritës në apetitit për aspektin e psharak, epshit, bëhet pastaj i fuqizohet. Djetarë pastaj kanë shpjegimet ndryshme, se si me i kërtu dilema, si me të epshit, këto pastaj tema që të zgjidhë transmitimesh, ligjërata, shkëtë të njështë që kemë, si kurse kjo sot. Mirë po nëse dëme me shiku se aktual, prej ku bojnë gjitha këto, dhe ku është problemi kryesë që atyre, përsa që për ligjën e kimit e gjithë, dhe gachme, kryesë është brojnë nga interneti, nga rrjetet sociale, nga bërë që të dorën tonë. No, një qasje e gabuar, një përdorim i tepruar i këtyre mundësive, realisht ka hapë mundësine për hapës të razireve. Ne kemi qenë vetë dy vetëne. Dhe kjo në forma të ndryshme, konsideroj që për neve mund të përkufizohet ndoshta në dy më kryesorë. E parë është se marrja e tepërt dhe eksplorimi i tepërt dhe qëllimi i gjatë në rrjetet sociale ka provoku apetitin e njerëzve për të folë shumë, për të marrë me tema nga më ndryshme, për të marrë me çështje që të i kalojnë kapacitet e tyre intelektuale, si tyre më folë për to. E shetë që të valore gjithë flasin për to. Në para, në kone sahabëve ka pasi shprej ka konë, për këtëm që po fleti, Omeri ka të bu luftarët e Bedrit, që ka qenë në të përzedu, e ata i ka mledhë që ka përthori bunë ata, për temë malore. Sa për temat të tjela njerëzën, leshë të diskutojnë me gjlisit e për takime e kështë më radhë. Dhe qërtu, kjo ka bërë pasaj që edhe, ka bërë që pasaj që edhe njerëzën, të më thonë, të mirë në marë që nuk i përketi. Shpesh ka mirë me tema që nuk i përpasi njerëzën. Dhe kjo si pasoj dhash e për cilës e te për të rejtë sociale, dhe që ati lagëve të shumëta, në gjarëve e saktora që ndodhe.
kemi ngjarje që ndodhë në lindjen e mesme, bëhet teme diskutime në çdo shtëpi, çdo vend. A na përket, a nuk na përket, a dim, a nuk dim, a kuptojmë çfarë si vërtetësisht se po ndodh, dhe tashmë jemi të rrëmbyer nga ai informacion dhe mirë me ato temë. Pra jemi në për trazika të luftave, trazika të vështimeve, pra për trazika që shkaktohen nga ndërhyrja e informata të shumë të mjetën tonë, e që pastaj ka shkëlluar edhe në mënyrën të menduarit tonë, ka shkëlluar të folin tonë, mani ka shkëlluar edhe preokupimet tona që nuk mirë me tema që në përkasin, por mirë me tema që nuk në përkasin, ose ato që në përkasin, po mirëmi më shumë se që në përkasin. Gjitha këto rreth janë manifestime të këtyre trazire fitneve që ka ndodhë në kohën tonë. Prandaj, këto kanë shkaktuar si gjatë të frime, serioze të njerëzit, nga ato thash, njerëzit lidhen me ato që nuk i përket. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur e ka përmendur se si duket një besimtar i formuar, si duket një besimtar që e ka islamin e kuptuar si duhet, ka thënë min husni islamin mërri tërkuhu ma lejani. Nga shenja tërkuasit e një islamit mirë, e një pjekurie fetare, tek njërës, të praktisë atë që nuk i përket. Dhe me thonë, kur mirësh me atë që nuk të përket, të regon pa pjekuri fetare. Si pjeku fetarisht të duhet. Nuk i pjeku fetarisht të duhet. Tema mund tjetë serioze, tema mund tjetë madhe. Nëse tema për ma temë, nuk ki do në përshtatje, edhe në aspektin e nivellit, edhe në aspektin e kërkesë, edhe në aspektin e rrezikimit, dhe rrështë të ndekon pa pjekurie. Nëse veç ka ditë mirët si një simase, për ta ma pjekurin të fetare, ku të dalim një. Andaj kjo papikurit e në rëzë për rakushan, rakushtashe edhe ndoshta edhe me imazh të mirë të besimtarëve në rani ku jetojmë, edhe me përçarje, edhe me ndoshta konfliktet me ndrash me donat, pse për shkak se mirë me tema që na përkasin. Nëse mirë me tema tona që na përkasin, do ta kemi projekte të përbashkëta. Do ta projektojmë rrezimin e përbashkët. Në vendin kur kemi temat e përbashkëta, rrezimin e përbashkët, do të funksionojmë në të përbashkët. Këni pa njerë për shumë edhe farë mos tjetë pajtimit. Në vendin kur janë të rrezikuar bashkë, nga një rrezik, ata spaku dhe në tekalim në rrezimin e bashkë. Spaku dhe në tekalim në rrezimin e bashkë. Nëse për shumë të ndodhë një vërshim qytet, kënë rrezikuar për shumë. Haron amicit, haron gjitha, nga njerë mirën që të shpatuan, e pastaj, kur qëtësuar në këtë e prapë, ato hasmërit e amicite e kaluar. Por kur janë të rrezikuar nga një për të rrezik, një zëpërisht dërmarë, situata tjetë dhe zborë bashkët. Ndaj, fakë që nuk përëndim rrezimin e përbashkët, nuk po kemi qëllimet e përbashkëta, nga se ne ka shpatu tema që nuk ka përkasin, jemi edhe shpesh e jo edhe të spërëm të përqarë, mund tjetë nërta dhe pak e vrashën, më spaku nuk jemi të unifikuar si duhet, nuk bashkërim sa duhet, për tema që në përkasin të vendit, të fshirit, të qytetarëve të afërme tone, e kështë nga. E këta ditë është atit një rëndësishëm. Ne kemi një shpesh këta ditë, po, sa jemi të vërmendshëm dhe të kujdesshëm nga parë për mesame këta ditë. Shikoni, nga islami mirë, është e praktika që nuk të përket. Gjerëtë, në rëzër, nëse analizojmë të mund këtë qasje të gabuar në marrë informatave, në trajtimin e temave, në zgjerimin e diskutimeve, analizave, polemike ose moral, ne do të shohim se këto na ka sjellë probleme të mëdha. Kur të analizon fetarin e një besimtare, dhe të shohësh këto deformime. Dhe këto deformime janë të shkaktuara pikërisht nga çdo proces që ka të përto. Nga marrja e tepërt e informatave, që nga bërime pasigurta, apo që duke konsumuar tema që nuk të përkasin. Të shumë të tema, të nërshme. Dhe këto ka shkaktuar deformime. Nga deformime që të t'i përgani në vëllat është kërëvesh aje që të thash ma herë. Shtim një lafazërisë, me bo lafazat.
flasim shumë e punojmë pak. Në me janë dhe gjulli kujtë më abetin, të i thush kujtë në shkolla. Mirë për kërë është në praktik, njësë prove thjesht, një kërkis me abur, nuk e gjenë asë fond, në më honë të gacim, për të kontribu, për sakrifiku, apo për të një mund minimal në shërbim të fesë, në shërbim të asaj që duhet me i bumë i shusisë, nuk e gjenë. Nësë në kojnë e ka plot, diskutime, dilema, duhet, ata, shtove, kështë më da. Dhe Allah më të barë për tala të ndërëvëzër në ka përmanë në Kur'an, në ka përmanë në Kur'an se nga deforimet seriose të popullit kërgore ka qenë lavazënia. Ka fujë shumë, për Allah ka spëruar, ka ndështu në spëruar. Për shamë, për fletë për një gjelat të Beni Israelve, që ka qenë të shtypor, ka qenë të privuar nga të dretë elementare. E i ka bati me gabiri, i bati dhe nga këtë nuk bati që kise bilita. Në asgjët në të pare veç, që të ka plimna, dhe basi kush nga prim, se si të kemi që nga prim, pas taj të timi ushtarë të zërë shumë, të spinuar, të gjëve, ka vërë shumë, ka unë përdime të noja, si kur të këshim pas, shumë përdime të noja. Po sa dojë të zaktari dhe njakë. Na, këse kemi pritë kështë i moti pare, këse kemi Allah ma ka zhjetë. Në kemi zhjetë na, asë me vota, asë kemi zhjetë na, zote ka zhjetë. Ako së dhe ma desë si të rrëmë të marë, këtë në ka. E gjatë se ka përnohë. Pse? S'ka qenë ka që ma ta. Ta në kërë ka i ka në Musa i sa, na, duhet me të të rekord, me Allah për ka, u të shumë ale i mëjma, pja për mësia kërë, fotoni nga porta e qytetit, në kusë, dhe ata të t'ikim nga frika, një nuk është në ka qëma. Këra i sot ka shumë ma bejtë. Na duhet me punu, na duhet të kujnë na, kujnë shtivan, që ata përshkujnë në hanë, ta përshkujnë të tërë na, rejkula, të kujnë të sa, për hanë, 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 shumë ma bejtë. Kur i e puna dhe të shtivar minimale, nuk e gjena. Nuk e gjena së të. Kjo është deformim. Ne dhimi, duhet me gjikume Kur'an e Sunet, duhet Kur'an e Sunetit, apo rejku. Ne dispru me rrugën ndonë, kjo është e padrejtë. Kjo është që nuk e përmejtë. Nuk i të jetë për mësitëm. E tash, në e përpër dhe bashkëtore, për shamë, sa të përpër të Kur'an e Sunetit. Në përsakimin e drejtave, kjo është e drejtë që i të konkurit. Kjo është e drejtë që i të konkurit. Nuk uzat e më është. Këtu a kemi dhe vërëpotishim se ka. Daj, fjallët e të i partasiku se ka të i Mesudi radiallahu ta'ala, i ka thonë shokë për ti, për ka me i tesë, ka thonë, entum fi zemanin, jeni me një kohë, këthirë në fukahavu, ka shumë njërës të greqën, e ka pak ata që flasin. Ka marrë një kohër, ka me pas shumë ata që flasin, po pak me ata që kuptojnë. Kuptojnë pak, flasin shumë. Dhe rëtë, ndërëvëzër, nga deformime që ka sjellë kjo formë e përhapës e të azirës, janë përhapë gënjeshtë të shumë. Janë përhapë gënjeshtë. Do i këtuar nga gënjeshtë për Allah dhe pejgamberin dhe rëtë. Dhe gjënë komente, dhe gjënë spekime, kush s'ka thonë shtë Allah. Pse? Dhe dikush e ka një aftësi të regjerimit, një kamerë për para, den edhe përë pëllë. Edhe gjojnë njerët e tjekë. Pas një përshë, a i dhëtë u frikë, shkaj komete, ku shkun të vëziret ata? Shkun, mi po kamerë tima, kamerë pasonja ata. E ku shka hoqëto? Pasaj të nërëzëm, hadithet shumë ta, në rejtë sociale, ka thonë pejgamberin, s'ka thonë pejgamberin, s'ka verifikim, shpërdonë, ose dikush e citon një djetar, edhe një nga kutia ka njërën, se dhe ka thonë pejgamberin a.s. Sa ditë të shpifëra, sa ditë të dopte a prapë, si pasuje, mos kujtesit se u pëmarim edhe hyllis në shumë kanale që realisht nuk janë të verifikuar. Mos krasë në koordinime vetare, partira për jeshtë. Nërsa pejgamberin ka thonë të vëzët,
Kjo është hadith shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Këtë hadith Imam Muslimi ka bërë në parathën e librit të tij, veçantinë e hadithit sa i muslimanëve. Ka thonë dhe ka thënë kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi ma sami. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, mjafton një njeri të bie në gënjeshtër nëse krejt që ka të gjënë për cilë. Këtë që atin, mjafton kaq me që gënjeshtër. Edhe që s'ka së të dhe, këtë që ka të gjënë, fletë, pashtë dërme, kështë më dhëtë, pashtë të shumë dhëtë, mjafton me që gënjeshtër me kaqë. Rabe e gënjeshtër në pastosh, është shqip, është porte e hapës e trazirës shumë. Gjëmë nga defrimit është edhe, nga defrimit që realisht në kam prej kur është edhe, kush zhgënimi dhe frika. Zhgënimi dhe frika. Shiko është në dohë, shiko është që ka kanë. E si në cërë është në bodhëm që të përra frika me tërta. Nga si ka frikë, ka letë, pastaj edhe dominim, ka letë dhe manipulim. Njësë kërë janë të friksuar, nuk kanë kapacitet që t'i në gjëra. Nuk kanë kapacitet që t'i në gjëra. Nuk kanë kapacitet. Frika që të depërton të kënjerën është qëllim. Nga njerë qëllim shumë, shkakton të krija saktuar, një kërë vishë prave paniku. Frika me njerëzë. Ato të kemi nga pushëm po uj. Karbonon të këtë e shumë, ka shumë to. Dhe këtë frikë pas të njerëzë, ato shumë që i ka bërë shkëtimi, i ka bërë të mund stresi, depresioni e shumë së mund e që jenë dhe postë. Sa për shumë, qëta aktivitet që me bu me dikën, nuk bëma, e pa mund së është. S'kena mundësina. Në të jeshtë nëse fjetur i ti shkëtimit është dominant në jetën e tija. Mi thonë një kujtë për shumë që pa më do kohë, se këtë që avitë të bushit shkapën, a kryrës më dikush. Asë kush, pse? Se ne kam friksu se zbohat. E ne e bëjë përësit po bëjke. Kush kam në përësit në përqytit e tona ka mundësi ka shumë motër me shamijat. Dhe që më pas situatave e sëpërë që kemi kajmuar, pas e i kërë, kush ishë më nuar? Kush Allah që të vërë e ka bërë. Rajte me bëdhë, dhe jetë të deprajuj. Punat një kërë, punat një mësim shërë që kam të rodha, as tutje. Nga se te ka fundit nuk kam e dhëtë po që ka saktu Allah që të vërë. Komentuaj që ka saktu Allah të vërë, kërë më të ikë. E kërhape e frikës, e shgënimit, e zitimeve, rezervave, ikjeve nga policia, janë depurime që i ka silë këtu informata, këtu të razire, këtu probleme që ne me të këpëllë. Rëndaj, nuk po them të vëllëzër dhe motra që njeri më të përsit të korë që jasë, ose jesë po them shto. Problemi jam është në shqytja dhe dhimin në këto, që këto me që në prioritet, marja pa filtra, po, për cilë e qdo që të gjanë, marja me tema që të përkasin, i dërdu tema që të përkasin, e shumë tjera. Nuk është për shumë për keqarje, që nëse anëzim namazin ton, mund gjim gamina. Nëse gabor namazin ton, nuk tim se si me përmisua. A nuk është këtë tema jo? Me po një test, si kurse e ka përmet në rast dërshme, një test me po përshamu, një temë me thonë, ka po diskutu një qështje e mare globale gjami, që në dërshme gjami e mushtë. Me po e këtë një temë përshamu dhe thonë, qështje të abdesit, pa kujnjesë. Nuk e ndinë vetën se temë abdesit për kërës. Nuk po kasë për njësë që nuk fale, pra që fale. Sa nga ne këto, për shumë, ne këzërëm temën e abdesit e prioritetet. Abdesit. Qështë në nevall me prioritetet. Mësime për këtë punë e prioritetet. Ja, të i tim, që ka të tërë, tema madhura, tema madhmaja, të tema madhura. Qështë madhura, për abdes, të nga vajshë për kërës nuk kaqë, e të tërë me njëtët, tema që ka folë madhë për kërveri alayhis salam. Gjithashtu më ka ka preve të tyne, të natyra tyne, sa e tim këto tema. Së më thamë më të jetare, po me pasë sa të një elementare, sa tim për shumë gjëra saktuara, vërë që ka përshamu
me di që e do mësume të shumë ciklit, mujurë, ose që janë për to, është që mungojnë edhe i kohën vajnë në tonë. E këtu është problemja. Problemja më shumë parëve, se të dekse të ishte, kime të gjumë nga të kamet, dekse të kime të të qkapa. Mirë po, jo me këtë intensitet, jo me këtë dinamik, jo me këtë përkushtim, e në të temave që janë pa dëshim tema përdeve valdorat. Përmara të fërimin e përmara të mon disa shame saktuar të vëzër sahabët kanë folë, nga Kunësinë dhe Pegamberit kanë folë për vetën, kanë folë për këto rëzira. Nga më të njohur, që ka folë të shkështë e ka qenë Hudhejfi radiallahu ta'ala. Nga së ti Pegamberit ja ka treguar të gjëra që realisht nuk e ka treguar tjerë. Këto që ja ka treguar Hudhejfis radiallahu nuk ka qenë shëndësina që kanë me besimin, jo. Nëse besimin se ka pëshirë të askuj, as adhurimin, jo, feja ka qenë hapë. Por të sonë gjërat saktuara që kanë me trazilet i ka një të Hudhejfi radiallahu ta'ala. Dhe ka qenë një asë i mirë i fetë në vëtë. Në një thënje që po nuk e vlezu, e kam pyrë të Hudhejfi radiallahu ta'ala, cilët e njerëzit kërësu që prejkë nga fetë në sprova, nga që trazilet. Ndryshmet, po ratë kërësot tona kërësot. Kush që janë kërësot nga që prejkë nga këto. Shikojnë të ndrymë dhe bazën dhe motra, Hudhejfi ka për këflet, edhe që nësë shikojnë se në cilën ka të vejtë i po pjesë. Ka të vejtë këta godinë nga, këta i prejkë të roshe, i prejkë të azika, i prejkë të të njëra. Ka thonë, Hudhejfi radiallahu ta'ala, ka thonë, fitnja bjen bi 3 personë. Godatë. Dhe i guzimshme, i nëzituar. Në cilit qëfar që i dhe për pare, godatë për shpatë. Dhe ajë cili nuk shqipojnë në pasojat e rikëve. Ajë cili nuk i ma gjëra që duhet. Ajë cili me nëzitim të me nëshkuru gjërat, ajë me këtë këta. To të rëtë për nëzë, të rëtë për nëzë, një lajnë, një pomje, një të qka, si ka mekanizmet e frikët një aftushme dhe, ajë ndezët, ajë aktivizurët, edhe shka të pozinë. Do të mund, nga njerët të ndërëzë guzimi të pruar, ose të dëmshëria të pruar për menagjuar. Shërët e sociale, për shambu, që ka pëndodhë në Gaza, që ka pëndodhë atje, që ka për shambu problemet shumë të muslimanve edhe në munges të dijes, në munges të references, në munges të zimetuara, që ka do të kemë? Dhe aju shënë një emocion që me pak ndezje shpërëtën në dhëmë të. Shpërëtën që shpërëtën kuptim të përmosave që dërasje dhe mëndërëvi. Shpërëtën me përtim, shpërëtën me gjykime dhe njerëz, shpërëtën me të. Sa për shama gjymë gjemat njerëz që thonë Hoxha Filoni ka deviju shtetë të tema. Ajë nuk nga pritë të nga në përveç shtë muslimat të vrona dhe përvoj kaksi, edhe dhe këta binë prejtë në shkak se jetë të guzim shumë për me gjëmat. E guzimi për me gjëmat, por në efekte negative që realisht ushqetë të dhe me gjëmat. Gjithashtu të në rëzë ka pranë, në dhe ka kush prejtë në efekte, në ajë që të ratë to, e kush të rëtë a që mirët për të shumë. Një për shamë që ka qëtetë për që do të tema. Dhe që vërë me promi analizë, keni debati mirë, pro këri qka, keni tema të ka qëto, e pjenë to. E pjenë, për shka se ka në të rëmjë, ka në të marë, ka në të marë. Parë për shamë të në vëzër, një njëri cili, për shamë, në vazhdimësi, sa të aposh me ta të rëgën një dobi për një haditi, për shamë. Dhe zoha promë, në këtë hadit, lezoha promë këtë hadit, lezoha promë këtë, pra si kërë që gjendje të një. E së do se kërë, lezoha, një matu, që në haditën, i guzim që një matu, që dhe i kapër. Aja që për shumë është në dojë me promë, si janë marë vesh, për vetë vazhër një fëta, janë marë vesh, për vetë këmë mbyllë gushtisës, këmë mbyllë gushtisës, si është gjendje të kjo? Ashtë mështë është në presë, pasë në panik që ka mërë, dhe përse fara ato së godatë në direkt.
Prejnë nga këtë pasi, prejnë nga këtë fitë, se mirën me ta. Edhe ka më dhe kardinalu, a që prejnë këtë ashtohet, i pari një fisi. Pse i pari një fisi? Pse me një fisi është i pari atë, jo. Po mërëni edhe në kuptimin më të qëtë e këtë fjallë. Pse ka më dhe i pari një fisi prejnë? Për shkak se në rrugëzër, i pari nëse manipulohet, manipulon ata që masina. Si përta të shamë dhe në vëzër. Kur është i pari familjes? Rindi. Baba. Ase edhe nëma. Nëse ata janë pjesë e kësaj, mirën këtë qështje, ka me manipullu thjesht edhe për të dyna. Ose kam i dëmtu fëmijët e tyre me këtë tema. Ose kam të përru një gjendje të pasi për shtëpi për shkak të këtë tema. Andaj, i pari, ose, në kuptim tjetër, ai që do të qenë gjithmonë, on i kyqur në diskutime. Për hapur një teme se këto është shërim. Nuk ta për këtë temë, për këtë diskutime, mund të përregu se po di, po kuptaj, po përziri apo, mira në të shqyte. Dëshira të përkoj i pari këtë debate, me konë i spikate këtë diskutime, në vëqe në ravitime këtë këtë. Dëshria për prijatëri, dëshria për ekspozit, dëshria për të dhënë vendimin tim e shkërat. Në i sot njëzë ju e dhe këmësia. Për para, njëzë ka pa mësi, kush dëmë për tema për të mëdojë. Sot, publikot një janë, edhe shte komendet poshtë. Janë të të mërshme, qëfar komente. U dhe nga njëri që i lezëm, jo që se pa ku, vojnë për pa poshtë me të një njëzë, po e njëzë në mërshme. E shte për shamu, komentan, lidhës pa komente një velabë, asë ka më rështë të, asë ka lezu, ama duhet me figuru se komentohat. Dëshira për të komentu, dëshira për të ekspozu, e bëndit në rame në të sëgavë. Dëshira për me thonë dhe qëka, e do për kuptaj, e do për di, bënë që në rame në këto. Dhe një për këtë për flasën, kjo reziku, me këto definime dhe me këto targetime, këta e të targetuar ma shumë, e që sës një përje mund t'ime një pjesë, në të një nga këto trika kategori që i përmërë. Tema kërësore që me të të me përgjët e ta kemë që të përgjët që i përgjët e ta, nuk është me ngrisë që e cërën të ju të përgjët. Nuk është me regu se situatë është kërë që është krizë. Këtë me e kuptojtë. I përmërë që të përgjime për regu se sa është që të rëzishtë. Sa është seriosë. Në shënësejnë sa është shfarë përgjët. Ullësirë praktikë, shtë në të univë. Atërë, qëka më është jo? Me e praktikë për komplet internetin? Farë me të gjëgame? Farë me të të tema? Cëla është zidhja? Ku është zidhja ju për të qështë? Që mos më prejka të definime. Që është ta, mund të pas taj mirë me diskutojme, mund të mirë me pak me shka pëndon, por pa më të formuar, të mbedin me të formuar, pa e zbillë islamin tonë, për të mërë të qishtu. Qysh ka muzike me ndonë? Dhe kërë të muzike praktike që të jemi në rrjedhën gjare të këtë që ka pëndonë, por të kërët besimin tonë, të kërët formimin tonë, për që të formuarme në njëra që i përmërë. Qëftë e pasnija, qëftë e frika, qëftë e ato që i përmërë, ma jetë. Cëllë muzike praktike për këtë. Ka njësa nga ato që të me përmërë. Kryestoria që të ndihman në uqimin e këtë situatë kaq kaotike, të mjëgluar, të paqarë, në këtë vërshim informacionesh nga gjitha anët, në këtë diskutime publike shëshërore në forma dëshme, që ti të rriqesh pa tjetër me këtë pjesëmarrës të kështë në rakë, qka të nësot kështë imunitet të qëndushëm që i rezultat gjitha këre problemeve që të tërheki ka fitën, ka faziret, ka përjetën. Për shamë të rëzë. Qëfar probleme ka pas me me realisës në? Ka pas fyrje, ka pas sharje, ka pas mëngese, ka pas dumë. Dhe qëka Allah ka shkët me me realisës në? Më marrë me favorimin e Allah të parë.
në këto kora specifike du të mështu adhurimin. Mështu adhurimin. Mështu këtimi ka Allah të varë me vendemi. Nuk ja e fuqizu besimin me dije dhe vepra. Me dije dhe me vepra. Nuk e shtu dhikri për mene Allah, nuk e shtu Koranin. Përndaj, nëse ti këtë gjuni klajnë, se mund t'jem nuk të të nore. Shtivish për ta. Qfar efektiv, praktik, të ti ka produç klajnë? Diskutim, debat, frik, qka ka produt? Apo të ti ka produ shtim të namazit natës? Qka ka produt të ti? Nëse ka produ debat, lafazdi, fjallë, frik, panik, qërat, atërë të ka të formu të razin ata. Nëse e ka produ efektin e shtimit të adhurimin, edhe përkushtimin, edhe ndërtimit të zarës në adhurim dhe Allah të barakotara, e kjo është efekti kërkuar. Që është efekti kërkuar? Andaj, Allahu Gjellë në fillim, që ka surja Alek, është për këpare që ka zbrit. Ajde e mojë në ekra, po dhe pjesë nga mbitë dhe susë Alek është nga këpare që ka zbrit. Nga këpare që ka zbrit. Ka rakume në vrashësi, në tonë, në pejgamberi në resi, së në të Allah ka prajë. Për Abu Gjehli, për kolegë, për kështë mërë. Qëka i tha Allah për pejgamberi të më në raport për këtë që më ndodhë? Qëka i tha? Kella, la të të tëja. Asëse, musëllam më tha. Musëllam me fjallë të tëne. Mos që në nështër presën e tyne. Mos për viktime presën e tyne. E qëka pa? Mos qëtë, më këtëri. Vazhdo me sejgjë edhe për të kallahu të bakë të. Ti kështu vazhdo, që mëzim të ka mësë. Ata të magjistarë, ata po të kështu. Ti mos gjallë debate, ti mos në mërë ata, mos në të vazhdo ka fare. Ti vazhdo me adhurimin. Ti vazhdo me kundë të botë. Adhurim? Pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka ardhur aty në Buhari, këtë kapitull i fitneve, kur Resulullah dhe ka thonë, Uejlun il Arab, min sharri l-khaliqtar, mirë për Arabët, për Arabët për shkak se dhe atë ka qenë pjesë të po kjo për të njerëz është, po për Arabët, për të njerëz është. Mirë për ata nga shqeri që i është afruar. Është hapse në vrim nga muri i gjithë me gjyqi tasha. I gjithë me gjyqi popull që ka bedar me po shkatërime, rëmujnë e për toka. Fëtë. E ka më kërës është hapë kaqë. E qarë përë, që ka e është hapë, kushtë i ko hapë. Kushtë i ku të nësut të bedar, lërga përë. Po qarë përë tashë. I jemi për të rëzikët madhë. Si të reagojmë? Da e i përru sallahe për përra. Zëni gratë. Qërë më fa tjetë në madhata. Qërë reagimi të dhe? Shtë e adhurimin, shtë e përkushtimin. Apo, nëse rëdhanat e shtojnë frikën, nga argimit saktuar, nga vëfnia, nga krizët e saktuara, nga pandemit e saktuara, rëdhanat e shtojnë këtë frikë, ti si me raku. Shtë e frikën e Allah të marta. Shtë e frikën e Allah, po, ti edhe ti shtë e frikën, për dhe i zote që në vara, jo dhe i shkëllime vara. Dhe i zemra këve pësu një dhej frike. O nga Allah, e që pastaj jetë imun ka shi frikeve tjera, o nga frikeve tjera pastaj dhe do të bësh pjesë të razinës në Allah dhe. Dhe shte frike në Allah dhe në shte? A shtu frika të zotë tjere uara? Apo shtu frika ma ti përga mungesa e karbonote dhe ujë e kështu atë? Sëra frikë, realisht e ka të minu, zarë është në jesë vajë. Qështu të raku? Kështu raku? Frika në Allah të marë kontra. Dashnia për zotin që të gjenajnë, adhurimi, përmendja Allah, Kurani, orga gjami. Kështu Allah në ka mësushtë të gabesë. Që kjo në zemë që të urë? Mësu më falë, me bisim, temat e familje me qenë temat adhurimit. Që kjo në të fejnë Allah të azhërë, që kjo në të fejnë tonë familjen tonë. Që kjo përre ka jona? Pa tjetë nuk fjën tonë tonë. Pasaj të në vërë, nga e që gjashtë duhet të ndërmojnë nga masat, këto situata, është që para se të bërë me qëllë të teme, para se të letëzash, para se të diskutash, para se të debatash, me shfarë të teme që zhvilluat e diskutuat së shirë shkëral, të kishë parasyshte për të gjithë dhe këpëton
përgjithësi për Allahun më të madh. Për çka? Sufjan al-Thawri ka thonë, te dietar të vëllai të ditët, ka thonë, sa ku fol për dikën nga njerëzit, e ashtosh për fol. Për shembull, filoni është në zinxhirin e transmetimit, na është i sigurt, i pasigurt, për shkak se nga verifikimi i transmetuesve është bërë kush vetë teksti, vetë hadithi, se ka qenë transmetues e sigurt, edhe transmetimi ka qenë i sigurt. Nëse transmetuesit nuk kanë qenë të sigurt, edhe transmetimi ka qenë i pasigurt. Dhe për me vërtet hadithin, me thashë për disa njerëz, transmetues hadithin ata ka qenë. Sufjan al-Thawri për këtë që ka folë, a e ka folë për mirat të transmetuesve. I besueshëm, që është i besueshëm, apo gabar, një kus gabar, kam subjektivin, s'kjenë vrete. Për zesme që e kom folë, para se me folë, e kom paramendu vetëm për Allah për Allah. A mund t'ja them Allah një a që për të për e ikon? Nëse kom pas mësi, kom folë, jo kom hesha. Këtë mune ma është. Ne i fësë për të e mëllore, këtë mirë, e më registruat. E më të registruat. Për shambull, e ke po kërimin e për në aja të këtura. Ja, për më shumë zëtime, tash për gjore të atje, këtë mëllore. Në dhe këtë farë për me që të mëzu me qëtë, që e është mëzu, ose zërë, ose rëzëdeshtë, s'ki që e mëzu, ti deshtë të zërë e përgjizë, po e përgjizë, kush përgjizë, me lakë përgjizë, e të shruat ato. Edhe mbrojtja në mirë në këtë situatë është të kemë aktive gjithë mund, dhe dijen në vendin, se kena me dhënë më gajit Allah. Qëka e bëshë Allah të barë? Për këtë qështje. Për këtë përshamu të shkutim, për këtë problem që kesh kaptu në nesë të besimtare, qëka e bëshë Allah të barë? E përmënën tali për Allah, e në binte të të aposhe, po në ku pas mirët. Përmënën, do është aki, nuk e di. Përmënën këtë, o dhe këtë me përmënën në bëshë besimtare. Ama si qëri me përmënën? Për Allah të përmënën në bëshë. Në ne fëllën e përbezu. Fëllën e të kishë përëm që, po jo, për Allah, o ti për Allah tje, dhe në zdeshte, a i po të gjanë, për registrurë, për që kime dojë praktikisht për ati që të ashtë dhe, dhe për që e ke për ato. Dhe të njësë që kanë për ashtë Allah që kanë dojë për Allah me do gërjet. Që kësë Allah të më të i vina, me së përgju, dalë, stop, nëse e në mi përë dhe do gërjet i kërë më përgjët. E për shumë të lejnë në diskutive që po mire me to. E pastaj së po kemi kërë me rezultarat që kajti me Allah të gjithë. Të në të rëzër, sot me dajnë të rejtë sociale, nështë e përkëtojnë me mu, nështë të përgjërë të përki, në shumë, se për më pak nuk përsoj që mune me protestuotë, për më shumë. Mëne që minimumi, që vërdi se cilë, është një me caktuar, normal, që normal njerëzit, to, rritin e sociale është bjuar. A është që këmi minimumi? A ka një kush qërë të pak? Gjerë 24 orë. Që ka smit e zhëmë dhe të të e këtë shkash 2 orë, me i thë për shamu, jezë ka një gjësë ditë e kuratë, që i ka gjësë orë e me zhëmë. Po të doj, po së paris, po këmko. Mirë, për qitë, dhe thonë, demonaz, ati e kroku, për fjallë të skoku, Allah që ka i të përshë. Kërë pëse fjallë të të rezu, ja, e po vetë, zonin ko, so punë, so angazhtime, po, e ato, kushizër ka ato, faqet, ati kushike, një kërë është të të përshamë, sa kërëmësime në zukuratë. Sa kërëmësime që me një gjëra. Nështë, vëllaj, një të thjesht, një ullje thjesht, me i përcirë disa prezentime thjesht, apo ushqime, që kërë që ka një orë, si kur që se në veç ka shumë një orë. Për një orë për një gjëra, që spekuat fjallë Allah, fjallë pegamet, që bëjnë i rëzërgjë edukimit e përmjë saj, e rëzë përmjës, e kja për ka kohë. Daj, kime do më për më. Së të thamë që me do të ashtë neve për lesi, të do gajtë dhe mi. Jo, së kërëve të më. Po atë e ujë me hoqë.
në një nëzë, nësimi detektiv që jetuj, a jetë nëzë, nësimi me këpu. Në potem, që ka i të zhalot të fasër, që ka i të zhalot të karaktarë, që të qetë ku me lezu filoni, dhe më thonë, ku ka shku, e që pas ka plej, e me kërë pas ka najtë, kejtë të lëme që jenë për përgjërinë sociale, apo për të kemi ku mi gjithë, apo edhe shko pa shpet, dërsa, kur s'ka dhe pa në gjirata, për që shë njërë në të primush, kur mua. Ata e mua. Këtë në fjallë të Allah, këtë dhe grasa, këtu edhe mëse pas koncentrim, me ti kësë ka pak, më ljudë, veç që se përre se e la pjerë. Veç që përre. Dhejtë të vëzër, kërkohet presi. Kërkohet të razirëve, kërkohet presi me mëllë. Që të mëllë kërkohet, por kërkohet mashë për shka se, rjetë të rëmbejnë në mëllë, të marrë kërkohet, të humbi kërkohet. A dhe kërkohet presie për kërkohet, kërkohet presie për obligime që kemë, kërkohet presie për tema që në të përmësime në kështu të rrëllë, që për të gjithë të këmëllë dhe i për Allah dhe mëllë. Në të asyje, zhidi është abolim, zhidi është, imunitet është ngritja e vëmendis dhe vëdijes për përgjithsin e danës për Allah dhe mëllë. Kime dhe dhe i për publik e po. Te e unë e gjithë. Dhe të rëgëdhë të motra, më shumë të vitesë. Mos në rëgëdhë këtu e në shtorim fjallet e në paksojim dhejtë. Dhe të ka po që në dorë në këto situata, që nuk e dorë, për veç në këto situata, me dhe për kohën të po plasë, për kohën të që për këtë kohë po plasë. Në dorë, do më mos të shbërë të njurim prioritetet që në përkosë. Cëtë të tema tonë, shkarët në morë, cëtë të mbrejnë tonë. A janë e përpudhë dhe ma ato që ka përë Allah që e në kërë? Për shamë të vëzërë. Po si e për shamë praktikë? Nëse të allo një fletë po, edhe thërë, përmendin 5 temat kryesor jetën tonë, dhe 5 problemet kryesor jetën tonë, problem që krizat tonë, një që këti këtyre, përmendin. Edhe ato pastaj i krasoj me Koranën. A të të gjitha të përpudhe në mëzime dhe Koranën? Në është e shofë. Ma kështu të të bëjmë. Kështu të bëjmë. Qëka të preokupon ty? A është preokupimi se e ka legitimu Koranës e po, që është preokupimi? A është? Për shamë të të bëjmë. Ara me një shamë ma praktik. Allah u fletë në Koran edhe për dunjon edhe për ahiret. Edhe për dunjon, edhe për gërbohet edhe për botet. Kur fletë Allah u gjenjëvarë për botet edhe. Edhe kërët Allah për gërbohet. Cila i shkakton besimtarit gajle më të madhe, prejnë më të madhe. Kjo e bota për e bota. Si pas Koranit të të. Pra Allah që e nga fletë për të mundë e për të përdetet. A më përtet për shumë për e pasë, po e kujdes. Për sërë të për shumë? Dirë, rahirën. Ti e ki gërë në mëllë e këtë botë e përdetet. Më kajnë, brengë, që të shtetëson, që të mërzit, qëra në mëllë. A më brengëja e këtë pësër botë të vëzër ka thonë Jahja ibn Muadh, sigur të kishim pas në të fakta, në duhet me reformru këse ka dhru në stafë. Ka dhru shumë. Po pa e lëmë të posë të tyre. Ka thonë, sigur të kishim pas frikën, zjarët, si risku, gjendet më të shumë. Risku është i garantu, për nëzimi e Allahut. A do me portë, vërtet, me kërku. Do më punu, më angazhu pa tjetër, dhe kjo është pa kontestushme. Dhe pa do me qimë brejnë në kajle e nësë të vitës. Jo, nëse Allah ka se kukës. E duke qimë në parë të nësë. E duke qimë në parë të nësë, në ashtë. Kafshata e kuës që i ka garantuar. Gjenit dhe ki garantuar. Jo. Në sa nuk më brejnë në marë. Pasaj që të dy, si kërë kështë të mësë përqinë, rrisë të garantonë, kushtimisht. Së është i saktunë, së për e nga për shamë. Edhe me kështë të atatë, në këtë qështë, për me këmë kështë,
pra prejnën e ajrit në turisë me në se për shkak se këtu edhe me vetë pak pa bukur se përkashme. Atje me vetë pa bukur shkoj e se gledë. Nëse përshme. Atje është e dashme. Atje këtë me vetë pa uj i e tja shkur, nuk shkur të desë. Për mo, e qka pasaj? Ama ati nuk desë, atë kështë kërtik, jetë i ljutë teke, mësë të se gjenë. E cilë e brejnë nga mëda. Për shumë, dëshira tona, dëshira tona. A janë përpudhe me dëshira që i Koranit të të pasë. Ke pa për shumë, i pysh njështë, qëka ke dëshirë me pasë, qëka ke dëshirë me konte, me pyjtë muslimat, qëka ke dëshirë të për shumë. Qëka përgjë marrë i marrë? A janë përgjë të marrë? Qëka e dhe të në qëka marrë Kër Imam Bukhari Rahimahullah e ka një kapitull, shumë është kjo interesant kapitull. Një kapitull në Sahih al-Bukhariut, libër Sahih Bukhari, hadith e Bukhariut, e një kapitull është Kitabul Temelli. Kapitull mbi dëshirat. Në çfarë dëshirat me ballë situata. A e dini se është hadith i poshtë që ka vendosur? Hadith i pejgamberit i cili flet për vlerën e vdekjes në rrugë të Allahut. Ka dhënë pejgamberi që ka pasur në vdekje të Allahut, pastaj në gjallë, pastaj në vdekje, pastaj në pejgamberi. Çfarë është që ka pasur? Që sakrifica në rrugë të Allahut për me bu mirë, për me mbrojtë vërtetën, për me mbrojtë të duhur, të drejtën, është dëshirë i nga madhe. Që e të vdekje, ka pasur prapë në gjallë për shituna. Madhe dhe Allah të Allahu ka qenë duke vdekje, ka godit pandemia. Ka vdekë një pandemia madhe ka godit Shamin në kohë tyre, edhe një madhe ka qenë në Sham, Palestinë ka qenë, dhe Allah të Allahu. Edhe ka godit, ka vdekë, ka kjo pandemi ka një sahaba. Edhe ka pasë smuri Europë, kër ka pasë që të vdekë, shko ka njësë pëse ka në vdekë, pëse ka pasë me kohë të njërë. Pse ka pas të shqitë këmë e të të detë mafti, pse? Në qëtë të të përpuhë? Që ka pleka e kohë? A i në hapër së të njerës të e a i që i ka këto përkupime, këto e ka prioritet? Sirën, për s'ka që ka e bojnë, se nuk e shregullojnë prioritetet të, nuk e shregullojnë angazhime, përkupime, nuk e shregullojnë për shka se e ka të reguluar këtë qështja. Edhe a përbrava se të zirën në spani kodasën, prioritetet, mirë shmarë që nuk të përket. Kërë përkupime. Qëfa të mëllë, pasë më të di. Tha, mëlloj, nuk po mvetet zhik, për kja që kështë për këtë dënjo. Kur që s'po mvetet, nuk po mvetet asë që kja që për këtë dënjo. Në qka që po lakoj, se po dale, nuk kam mundësi me shkë. Kur që, për rrët se dhëtë, aja që po mvetet, me një ortes, me një malë, është se nuk e të këtë mundësi me aqëru më ditën të asë më farë malë. Kjo ka qenë, që ka kultivet e stilë, ka dhërimi dhe Allah të ato gjenë. Dhe avërshirë në mërmodhe, të avancosh dhije, të avancosh në përkushtim dhe fesë Allah të ato gjenë, në edukim të familjës tonë, në kontribut për qamin tonë, për popullin tonë, për ganin tonë, a ishtë të brekat e tua? Po brekat kërësër është që me sigur të një punë, jashtë, në ikë, në mojë në rrugë dhe i bani Allah një voqarë, cëllë është bani e Allah, cëllë breka jote, prioritetet kërës në temë. Dhe që të një të razirë që përlasë dhe jo, pra me nuk që shtu në të bashkë me akushëm për e qepër nga. Dhe aje që të shërë që i ruajtur, i mbrojtur dhe tjerë të mund i formuar situat në kohën të cëllë përjetër me shumë razira që të vërë nga kodit nga dilemat apo nga epshen, duhet të ketë të qartë prioritetet të tjerë. Prioritetet të qëllimi njëtë. Pse e të që e kuptimin të smonë? Gjitha këllimit të qërëvorë të këtë Allah të zhërë atë pozitivit të pegabetë për rejtë në tusë. Nga atë që të mërë të vëzër dhe të përpërpyllë është, nga që të rrumë nga këto të razire, këto probleme, nga të rrumuja që përdodhin është edhe, që i e vitë, dhe këtë përrejtë. Që është shumë razire.
shoqëria të ndihmon në adhurim, të ignorojmë për adhurim, të ignorojmë për temat e duhura, nuk pranë diskutimet e temave të panevojshme, apo në një frasë, që të këmë, në tema të tema e tona, dhije se dhe kishë të du. Që të një shoqëri që nuk e kanë prioritet adhurimin, nuk e kanë prioritet përmirësimin e gjendjes, nuk e kanë prioritet familjen, edukimin, se kanë prioritet deshtë apo nuk deshtë të mëronë në të nga të kurtha apo jetët të azire që ndodhën në presin e njësë. Edhe në pozër shumë rëmësime të përbërinë Allah, edhe në plazminja, edhe në modë të përbërinë. Edhe ndaj fizike o ndaj virtuale. Se dhe këto ndaj virtuale në nëzikë, në këpërën atë, në këpërën shumë në nëzikë. Njëherë, i ka thonë Allah i të përmare i ka thonë. Nështë shumë ti ka thonë, në ke praktisë o për. Në këtë që ke spërëm e neve farë. Edhe ka punë para gjiku, të këtështë, se spërëm. Ka thonë, nuk ka asë gjëngajë që ka thuni për e se njërës. Ka cëllar, kam gjekë shumë ma kësit. E ka thonë dhe, ku shërta? Në këpërët? Ku shërta të njëra të shëtë njërë, po që nga e mangizë ta, ka në përimë shumë të pegabet të rejtës. Po e zajtë me përgjë, të parim me ta, në forim me më vekë, në më mejë dhe go. I ka shumë tjene, e që në distansë të ure, përim me ta. Përim me ta, po të se, ku i ka pas ta prejka, i ka pas ta dëshira, i ka pas ta sakrivisat, përim me ta, ata në përse, kemë që në mua shumë Allah. Ata tregojse, pastaj cilë shumë mundësia kontributi që të këto. Dhe jora sësështë dhe përgozëm dhe motra, Allah në Koran fletë shumë për rafimit e pejgamber, për rafimit e besimtarë, për rafimit e njerët pa njohë. Në gjithë që më lezoj për rafimit, në që nuk e udim emnat. Në nërë të shkjerë se së përja kjerë, e udim emnat, nuk e dim. Mirë po, e sa për ta, që ka shfarë ka marta, ti e moshë të pjekur, ka ditë që më gjithë në botës të ka ditë si më si të bërë dhe e të trazireve. Përse se ku fjerë të me që ka bota. Ka bota. Ka ditë që më rëfejnë, ka ditë që më rrugë, ka ditë. Më mësëm ka ka ditë bërë shapa. E kështë më. Se i silë të shëmë. Jeta me këta. Jeta me këta. Këta unë në nxarje, ju në kohë. Në ka mësi kohë për kretu, mësi është nxarja, që ka në mësimi që të nga ja. E ka të bërë. Kur e shumë të tu. Shumë që të tua. Në kërën të, kur është shamë dhe modelit, a janë ato që mësojnë si të rebeliosh e pëtë nga shtëpia, apo ato që mësojnë se si t'jesht e përkushtuar dhe familjes dhe shtëpinë. Kanë, hapët e që me ka përren. Shumë si me ka përren. Kjo përren të gjanë. Dhe është kjo e si shumë të nëvozëm. Dhe pa dëshim e që është përmbledhje të këtyre ozime është doajë. Shumë në vëdo. Allah shumë në vëdo. Jemi të rezikuar atë shumë në shumë aspekte, që njeri nuk të gjenë të mundësime për të atë dhe posë, o Allah, në rrujnë ka fete, ka sprova, në rrujnë fejnë, në rrujnë familje, me bërë të ona shumë. Sa kemi bërë të ona, e bërë të ona për të drejtë. Mirë po, disa djetore ka të një shambu, praktik, si një njësi matë se sa të në bërë të ona. Nësi matë të dikore, për të si do, ka thonë, nëse njën është në mes të dhejtë, dhe është një kapër vëtë për një të unit të ujtë, që përdaj si lutët e për shkëtë. Si lutët? Si lutët? O, sëtë. Djetë. Ti, jena më keqë. Nështë atë që të use jetë. Jetë duke edhe, nështë atë, levis të fundë në dhe, kapë sot, në shkëtua dhe më kështot në përdu. Se më në rëzikohet edhe feja, edhe vajë, edhe familja, edhe shqia, edhe vendi, shumë tjera. Por dhe nuk do të zonë, nuk do të shkënjemi, nuk do të inkurajojmë me adhurem, me marim mundësim, me mbështet në dhëmë të marë këtala, të vëtishëm, se kërë me dhëmë nga një pazohet përdaj,
kujdesëm për temat që pomirëmi, të aftë me i ditë dhe i përstatu për prioritetet tona, duke nejtë bashkë gjithmonë në shkëtëm të këtëri pikave, edhe të përkushtuar dhe Allah vazhdimësi që a i të në ndronë, e rinë Allah që të vare i të banjë, edhe ndronë nga vazirët e ndryshme, që sjellin edhe informatat, edhe ngjarjet, edhe lajmet, e shumë tjera që jemi të ekspozuar tyre vazhdimisht gjatë pandemijës. Allah në ruajt të jetë tonë, Allah në ruajt edhe të njënë tonë, në rrëtë Allah vendit, popullet tonë, në rrëtë Allah gjellëvarë nga gjithë të razim, nga gjithë keqe, që mund të rëzikon, tëra që Allah gjellëvarë e ka kërkuar nga ne dhe që ndihmon në formimit tonë. Allah në rrëtë dhe bimin dhe dhe përimin, për një amëzor që timi të ozuar dhe shkak për ozimin dhe të kërë. Zotë i shkërët për dhe shumë, Allah në rrëtë, Allah për rrëtë, sallallahu alaihi wa sallam.